Dhjetra studentë të universiteteve publike në Tiranë kanë bllokuar këtë të hënë për rreth 1 orë dyert e korpusit. Në shenjë proteste, ata kanë penguar hyrjen e auditorit të stafit akademik. Janë kryesisht studentë që kanë mbaruar ciklin 3 vjeçar dhe presin fillimin e studimeve master. Ajo çka i shqetëson është kufizimi i kuotave të pranimit, vendosja e mesatares 6 sekreter për të vijuar studimet dhe rritja e tarifave për këtë vit akademik për mastrat shkencor dhe profesional. Të përcaktuara në vendimin e Këshillit Ministrave vetëm 2 javë më parë, studentët shprehen se janë të papërgatitur për këto masa, duke i cilësuar ato si diskriminuese dhe të padrejta. Për masterat është vendosur një tarifë specifike, 14.300 për masterin shkencor dhe diku te 11.000 për masterin profesional, dhe duke shumëzuar numrin e krediteve me këtë vlerë del diku te një shumë e përgjithshme 1.400.000, ku në vitet e tjera ka qenë diku te 700-850. Setarja për master është bërë mbi 6 dhe është për vetëm këtë vit. Kështu që kjo nuk jep mundësi asnjë studenti që të përmirësohet. Ne lajmërohen me vonesë për këtë gjë, pasi janë bërë aplikimet, pasi janë paguar faturat. Për rektorin e Universitetit Politeknik të Tiranës, është e drejtë e vetë universiteteve të vendosin për kuotat e pranimit për studentët që duan të vijojnë studimet master, ndaj është një kriter që duhet të hiqet. Vizetimet janë të tilla që Ministria e Arsimit dhe Sporteve do të ndryshojë kriterin për sa i përket ose pikën 14 për sa i përket kuotave të pranimeve në master profesional dhe në master shkencor. Duke marrë parasysh këto kërkesa, zëvendës ministri Arbian Mazniku deklaroi se ministria nuk do të rishikojë kuotat e pranimit, por do të shtojë numrin e studentëve duke rikthyer programet e bllokuara në vite. Ajo për cilën sot keni dëgjuar nga rektori është që ka një shans që një disa programeve duke marrë kostot e keq funksionimit të ligjit më parë, po duke tentuar për të qëndruar pranë studentëve, disa programet të cilat nuk e kishin urdhën e hapjes të fillojnë të funksionojnë me një vendim posaçëm Këshillit Ministrave. Zëvendës ministri premtoi gjithashtu se shumë shpejt do të hiqet edhe kushti i mesatares 6 për studimet e ciklit të dytë, ndërsa për sa u takon tarifave për këtë nivel studimi nuk do të ketë asnjë tolerim.